Ka mendimi ke për gjithë që ndryshojnë çdo ditë, gjithmonë ne kur shkojmë provim provimin e verës në Europë, ne jemi pa fletore, pa libër, pa mësuar, pa silolabs, pa detyra. Sepse produkti shqiptar nuk ka mendje për duhet të brenda. E gjithë duan që të shkojnë të luajnë në Perëndim. Edhe lojtarët nuk janë përgatitur shpirtërisht për ta vazhduar kampionatin këtu. Dikush që shkëlqen shkon jashtë, dikush që shkëlqen kanë një kategori. Por kanë merkaton e bllokuar zotëri. Ai për shembull Erald Marku nuk lutet, do të është merkato e bllokuar. Ti nuk e di që ke merkaton e bllokuar, që ti nuk e fut dot lojtarin të luajë në Europë, sepse ke merkaton e bllokuar. Sepse ne punojmë sot për sot, Altin. Nuk punojmë sot për një vit mbrapa. Punojmë sot për sot. Vllaznia ka bllokuar Elbasani, nuk e ka bllokuar. Flas për Vllaznin. E çmontoi ekipin dhe Elbasani. Po pra Elbasani iku. Edhe Dinamo e çmontoi, iku, Bregu iku. Ka justifikim. Vllaznia do e kanë bllokuar, nuk marr dot lojtar. Kështu që do luajë me 30. Dhe fitoi. Po Dinamo dhe Elbasani pse e bën? Pra ne kemi një shembull që kemi kohë që kujtojmë që shembulli i Skënderbeut. Çfarë bënte Skënderbeu? Nuk e çmontonte skuadrën Skënderbeun vetë. Skënderbeu kishte të njëjtin ekip, boshtin e fort, merrte dy përforcime dhe nuk ishte rasti që Skënderbeu. Dinamo sa është? Dinamo tani që po luam me Astana. 0-1 me Astana mbaroi. 0 mbaroi. Po, ka mbaruar 0-1 për Astana. E bëri Astana. Po thonin se është mirë Astana. 69, Astana nuk është mirë, po me sa duket Dinamo që ka edhe më pak mirë se Astana dhe goli matematikën gjithë lojtarët. E shoh një futbollist aty që emrin e ka pak me zarar, quhej Karimov, kështu që ai dha fitoren Astanës, edhe minuta 69 i ka shkuar për 7 kokë në kokë. Po edhe thot me zarar dhe me zarar i ka kështu. Jo, ashtu e ka emrin. Gati me ke gati të webi direkt. Po ashtu e ka emrin. Ai na bëri zararin. Ti ke futbollistë shqiptar që kanë patur emrin me zarar. Si do Glendi? Mendimin tënd respekte. Si? Respekte. Si do Glendi? Karizmatik. Jo, ashtu e ka. E ka zë? Pjesa e futboll, prandaj. Redaktoria ja hodhi grep. Redaktoria ajo ashtu është. Por ujta boshtis edhe Kuksi që kalonte turë. Po të shikoj skuadrën e Kuksit nuk çmontoi Kuksi. Qëndronin pjesa kryesore që ishte ardhur. Nuk bëhet kjo punë. Me lojtar të tjerë. Madje para disa kohësh Altin në Shqipëri dhe shumë shkurt se nuk është ndoshta temë. Po, jo më temë është bukurisë, tani botrorën e nuk e zgjidhim dot, do e fitojnë ata, zvaret nga ne. Patjetër, me që përmendë Bonon që thash pëlqen Bonoja priti penalltin Mbappes. Nga 9 penalltitë e fundit që ka patë në botror, ka vetëm 2 herë ka psuar gol, kështu që jam te Bonoja jam rregull. Pse është mjeshtër për penallti? Nga 9 penalltitë që ka. Si s'di ai Neuer me ka penallti më burri. Si as Buffoni s'ka ditë me ditë. Po kanë element tjetër. Si ka mundsi ma shpjegoj çikte, ma shpjegoj. Portieri i madh nuk ditë penallti. Është intuit pastaj, është intuit se ka portierat që. Ore Buffon asnjë s'ka pse. Buffon nuk ka qenë një pritës i jashtëzakonshëm. Edhe no. Penallti? Jo, absolutisht. Jo i jashtëzakonshëm, hiqe këtë. Le tani, s'ka qenë fare Buffon. Në port ishte fantastik, penallti. U shpall heroi i Katarit në botrorin e para 4 viteve. Po. U shpall heroi. Po, edhe vazhdon të jetë në nivel shumë të lartë. Do të thonë po vajte me penallti Katari e rrujtën. Do fjalë për portierin e Marokut. Në 9 penalltitë e fundit që ka patur përballë në botror, 7. Po mirë tani, e shikojnë këta, e shikojnë lojtarin apo i kanë krahasi bie tani. Është intuit, është e lindur ndjen. Ka portier që nuk kanë qenë shumë të mirë si portier, por kanë qenë shumë mirë për penallti. Për shembull, portieri që aktivizohet, kujtohet Holanda në 2014-ën Tim Krul, nuk ishte ndoshta në moment më i mirë se Siles. Po pra që bëri atë ndrimin ai trajneri.